Nuk ka asgjë të re, shef. Gjatë gjithë muajit ka bërë një jetë të rregullt. Pa takime e lidhje të dyshimta. Tani po hyn në vil. Mirë se gjithë. Urdhëroni, zotë Vasil. Brenda këtij muaji kam mësuar tërë ato gjëra për shqipërinë. Kuptohet, sa i thua. Kur e njeh një vend është më e lehtë detyra. Sigurisht. Për të shkuar në vendin e takimit do t'ju duhet të kaloni nga kjo rrugë. Pastaj do të ktheheni. Vendi shënuar me shigjet është lokali që ju intereson. Kuptoj. Por ka edhe një variant. Nga sheshi qendror drejt pikës së takimit. Po. Tani le të shohim disa fotografi. Mirë. Ky është agenti që do të takoni në Tiranë. Shkojmë në dhomën tjetër? Ose? Tani do të shohim disa materiale. Mirë. Janë pjesë të zgjedhura nga filma të ndryshëm, të cilët mund të shërbejnë sa të parë. Doni ta shihni përsëri? Jo, faleminderit. S'është nevojë. Shpresoj se tani keni një përfiturim më të saktë për vendin e takimit. Sigurisht. Jam kurioz të di. Si është mundur të siguroni tërë këtë thënë? Natyrisht nëse nuk është sekret. Asnjë sekret. Për këtë ne shfrytëzojmë gjithçka. Shtypin, përshkrimet e turistëve, fotografitë e tyre, filmat. Edhe juve do të pajiseni me një fotoaparat. Dhe sa ditë kanë mbetur? 10 ditë. Shpejtoni, do të nis. E çfarë do të bëj atje? Të mbani një fjalim në qendër të Tiranës. Asnjë pyetje, miku im. Çdo gjë do ta merrni vesh në kohën dhe në vendin e caktuar. Qartë? Qartë. Shpejti Bexheli do të shkojë në Tiranë. Ka një punë shumë rëndësishme atje, po se çfarë konkretisht nuk dihet. Do të shkosh edhe atje. Po. Merri këtë informata, studioj me vëmendje. Do të duhen për misionin tënd. Përshëndetin tuaj. Gëzuar. Shmet mi pasi. Gëzuar kushërit. Gëzuar flutura. Gëzuar Vasil. Gëzuar. Mirë se gjeta. Ale miqë. Gëzuar. Gëzuar. Ale mesë. Gëzuar. Gëzuar xhaxha. Unë nuk pi.
Hajde kënej. Përse në prit? Kot në luar. Na luar. A kemi sportiste shpresë? Ose kolliste? Kolliste, do ta shikojmë, po hajde kënej. Në mësime, si shkon ti? Mirë. Mirë, gëzohem shumë. Vërtet, shtëpia ju është kjo? Përse qesh? E si mos qesh xhaxha? Kam dëgjuar se shumë vizitorë si ju, kur vinë në Shqipëri, marrin me vete edhe ushqime. Po që të bësh më i bi. Po, ju kam sjellë disa peshqeshe, me s'mundon. Me gjithë se shoh se nuk pas ki shumë nevojë. Je shpenzuar kohë xhaxha. Ullu vazhdim, lëri peshqeshe. Hajde gëzuar. Ja gëzuar, mirë se na... Gëzuar, nipte. Gëzuar. Mirë se vjeta. Nisë... Urdhra, Ajde hapë shishet e vetë. erdha. More Tirana që në ka bërë bukur, nuk më mirë të mendje. Kështu është bërë gjithë Shqipëria, e bukur. Kush e di që kemi dëgjuar atje për Shqipërinë? Nga ti. E di, shumë shqiptar të mërguar kur vinë habitën, dhe pastaj thonë të gjëra për propagandën perëndimore. Gëzuar Sokrat. Mbarove. Më ka metër edhe pak. Libër i bukur. Së më hiqet nga dorë. Besoj se tani pas kaq ditëve ke krijuar një përshtypje tënde për Tiranën. Po, dhe jam shumë i kënaqur. Të them drejtën, unë kam dëgjuar vazhdimisht Radio Tiranë, por nuk i besonja tërë atyre që thuheshin për Shqipërinë. Kurse tani... Po, është e drejtë. Kjo mund të ndodh kujdo. Po kontakte me shqiptar, ke patur? Rrallë. Fare rrallë. Kam shikuar punën time. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, vajzë. Shpresa kur ka qenë e vogël. Fëmijë lezetshëm. Të gjithë kanë rënë të flemë. Po. Po ti, je i kënaqur. Natyrisht jam shumë i kënaqur. Asgjë s'më mungon. Kam plot miq, shok. Po miqtë e vjetër i kujton? Po miqtë i kam të ndryshëm. Të ri, të vjetër. E kam fjalën për miqtë të tjerë, për ata që jetojnë jashtë. Për cilin e keni fjalën? Për ata që ju thrasin me pseudonim. Ashtu? Ju dini shumë gjëra interesante kushëriri. Pa të shohim. Të sjell të fala prej tyre. Të falem nëri, po prej kuj? Prej Kellit, prej Zanës. Ata nuk e harrojnë Trojanin. Po Trojani? Ti?
Bukur e pas kanë menduar. Listat i nasolle ishin përpikta. Të lumë sekret. Ke depërtuar shumë bukur në strofkën e tyre. Po përse kërkove këtë takim? Kam diçka interesante. Ha, mërë? Me mua Zanu ka zhvilluar një bisedë. Mos dyshon gjë? He për he, jo. Ai më holli fjalën larg për të hedhur në xhet. Dyshoj se pas fjalëve ti fshihet të gëri këll. Si do qoftë, ne na duhet hapim sytë. Ata mendojnë për perspektivën. Po ti si mendon? Për mua do t'jetë më mirë t'hidhem në qetë. Nuk mund të qëndroj më në të vend shokunëri. Jam mërzitur sa s'be. Më ha në duart. Të ha në duart? Në strofkën e tyre ti je më i vlefshëm. Si më thaj atëherë kur u lidhe me Lëvizjen Nacionale Çlirimtare. Të kujtohet? Si s'm kujtohet. Ju thash se do të luftoj për popullin këtu në strofkën e armikut pa kur syr as jetë. E pra, për të tjerat në lërë neve të mendoj. Si do qoftë, unë do të bisedoj me qarkorin. Ti punon normalisht. Veç kujdes, ruju nga ndonjë provokacion. Mirë. Ne jemi të bindur se ju jeni njëri shembullor. Të gjitha detyrat i keni kryer me përpikmëri. Mësojat tuaj. Unë kam bërë detyrën time. Ju kuptoj. Veç se puna juaj në administrat ka një avantazh të madh. Nuk po ju kuptoj. Po shpjegoj. Neve në intereson që në radhët e ushtrisë partizane të kemi njerëzit tanë. Për këtë punë nuk mund ta bëjnë agent ordiner dhe aq më tepër të kompromituar. Ju i keni të gjitha kushtet. Kjo ju duket gjë e lehtë? Jo dhe aq. Por jo e pamundur. A mund të më pranojnë? Kjo është politika e Frontit Nacional Çlirimtar. Po sikur kjo t'jetë një kurth. Ata më pushkatojnë. Mos u frikson. Ju nuk jeni i parin. Po ti që thua? Da kam thënë njëherë. Unë do vinja me gjithë qef. Kam dëshirë të shikoj nga afër të kuqt. Por ata më kam dënuar me vdekje. Mirë. Përderisa kjo është detyrë, unë do ta kryej. Veç se po më nolli gjë. Asgjë nuk do të ndodhë. Ju do të arratiseni. Me vete do të japim disa dokumenta që ngjallin besim. Nënshkroni këtë deklaratë. Po këtë përse? Një procedurë e zakonshme. Pseudonimi juaj do të jetë Trojani. Ja legjenda atyre. Nesër do të dalë në gazetë që unë vrova komandantin e divizionit dhe u ratisat të kuqt. Arkeolin do ta përsjellin me ceremoni, ma vjen posaçën për në dhe. Për ngjarjen kanë siguruar dëshmitar. Bukur e pas kanë menduar. Po, bukur. Gjithë detyra kemi? Për sot mjafton. Të tjerat do të jetë në vendin dhe në kohën e duhur. Shkojmë të flejmë. Ndihem pak i lodhur. Ti doktorisht lexosh. Hajde natën e mirë. Xhaxha.
E shpresa. Mos haro të vish bashkë me baban. Do të shohësh një ndeshje të bukur. Biletat i ken tavolinë. Po s'janë për mua të sporte, më i shpresa. Se di unë, ke dhënë fjalën. E po mirë, do të vi. Më prisni pas ndeshjes, do të kthehemi bashkë. Pa shiko, Urna. të fitoni pa tjetër veç. Të shohim, të shohim. S'ka qohim. Ika të xhamiro pashë. Hajde të marr. Hajde sukses. Do më pëlqente të shkojmë së bashku, megjithatë po shkoj vetëm. S'kam hiç të bëj. Falni, më ndet më. Pas i shkrepse. Kam çak makë nuk më. E kam bërë me ngizhoj që nga kohë e lutës. Po si, të ndez në gjithje. Si e? Mirë.
aty? Takimi ynë kishte rrezik dështonte. Pse? Duhej të shkonja me kushëririn tim në pallat të sportit, por ai, për fat të ndëtimin, nuk erdhi. I doli një punë. O guri mirë. Megjithatë duhet të mërojmë shpejt. I kam dhënë fjalën pesës për të parë në ndeshje. Prandaj do të shpres në stacionin më të afërt. Ju sjell përshëndetje nga Zanoja dhe Zoti Kell. Si janë ata? Zoti Kell është për mrekulli. Nuk kam asnjë dyshim. Aty ke një aparat fotografik. Instruksionet janë shkruar me pëj të padukshme. Ke edhe një paku për gruan e qatin për gullit. E kam në një shoqi. Nga i shoqi? Po. Dhe duhet t'ja japsh detyrimisht. Kjo është porosi kategorike. Ju kuptoj. E si shkon në rrjeti juaj? Mirë, veç se kemi patur një rrezik dështimi. Në çantë ke një raport të hollësishëm dhe informatat e agjentit mi. Na duhet patjetër një radio transmetues. I thoni zotit Kell në i dërgoj sa më shpejt. Patjetër. Lidhjet këtë jetuje të tim bashkë me Trojanin në datën 1:01 të çdo muaji. Në rast të kundërt, për çdo të papritur, data rezervë do të jetë ditë dhe ora pas ardhës. Po ju a kujtoj edhe një herë. Dita dhe ora pas ardhës. Parullën e ke të shkruar. Tani më shumë se kur duhet aktivitet. Rekrutoni sa më shumë njerëz. Vetëm kujdes në zgjedhjen e tyre. Përdorni gjithçka që i komprometon njerëzit me pushtetin popullor. Këto janë porositë e qendrës. Nga të gjitha këto rezulton se zoti Vasil merret me spionazh. Hipoteza për buxhetin u provuar plotësisht. Është punuar mirë, i lumtë. Sabrilini ka qenë krejtësisht i panjohur për ne. E çuditshme. E çuditshme si ka ditur të maskohet. Të krijon të përshtypjen se nxirrte bukën e fëmijëve me gjylpare në rroba qepsit. Armiku mbetet armik. Ashtu është, Gzim. Ti mendon se zoti Vasil do të largohet nga Shqipëria pa i hyrë në një gjend në këmbë? Jo, as që më shkon ndërmend. Ky njeri duhet të ndalohet, të demaskohet. Të mësojmë për ti çdo gjë që na intereson. Tani këtë e dini edhe ju. Këto veprime bëhen pa bujë, për ndryshe rrezikohet ndjekja e grupit. Sokrati nuk duhet shqetësohet. E qartë? Qartë. U poqën kushtet për fillimin e operacionit. Atë do ta udhëheqësh ti. Si urdhëron? E po, mbarova. Mua më duhet të kthehem. Fluturo pas skifterit të atë. More, po, të morin. Juan në qik peshë. Po, me ka kënaqur. I bëj të farno e që lofshi thuaj. Ju faleminderit.
Miru pafshë. Miru pafshë. Nga të kemi zotrot. Te poshtë. Te poshtë. E qysht a thona derbar? Begjet. E gëzosh? Faleminderit. Mua më quajnë Zalo. Zano. Ke veshur një peth të shkëlqive për të maskuar Begjet Alushi. Po. Por të të ndroja pa frikë me të ndin. Aha. Është e vështirë puna ime, Begjet. Pse? Si pse? Po prita, kurthe. Mare të pak të ndi ke ball për ball, kurse mua më duhet të jetoj me ta. Një lëvizje gabuar më kushon shtrenjtë. Nuk be që ka me zjarin, Zano. Miro. Kush na i mëri për këtë takim? Selmani. E porosita që po të më kërkoj njëri të thotë se kanë kaluar sipër nga stanet. Shumë mirë. Djo këtë, Zano. Sot është ere fundit që kaloj kufirin. Prandaj takimet herë tjetër, më mirë t'i bëjmë ande nga ne. Ore, Begjet, si mas mendjes tënde mos do të rrezikoj Nuk e di unë. Ti the pak më përpara se e mësuar me prita dhe me kurthe. Dëgjoj këtu. Si jeni, zoti Begjet? Mirë. Si vete kolektivizimi? Ditën punoj për të ngritur kooperativat. Natën për t'i prishur. Bukur. Duhet punuar intensivisht. Jo vetëm me propagandë, por dhe me aksione konkrete. Aksione do t'i kombinojmë. Ju do të veproni nga brenda me njerëzit tuaj, kurse ne nëpërmjet bandave. Dhe diçka tjetër. Kolektivizimi i fshatit na largon shumë nga qëllimi ynë. Duhet vepruar. Të bëhet presion fshatarëve. Atentate krerëve. Rekrutime. Të helmon baktit. Të nxitet therrja. Mbytja. Nxisni arratisjet. Por kjo gjë duhet bërë me shumë takt. Ti për vete nuk duhet të ekspozohesh. Bëj këtë nëpërmjet rrjetit tënd. Kemi një pengesë. Është Qazim Berluli. Po, më ka folur dhe Zano, për këtë mos u shqetëso. Kujdes, Begjet. Veçanërisht kujdes me rrjetin tënd. Të mos njihen me njëri tjetrin. Sistemin e ndërlidhjes ne keni serviru. Vazhdoni ta zbatoni. Lidhje do t'i mbash nëpërmjet Zanos. Qartë. Si urdhon. Dita me vjerë. Mere, se ishte ëmbër. Faleminderit. A kesha ditur se i heshtu si kur rivarit, nuk do t'isha ullur në këtë vënd. Mos më dhërë e dëgja. Jam i lodhur. Isha në Tiranë, kam shruar vajzën në spital. Pas ke hale atëre mërdje. E të shkuar atë. Faleminderit. Ti flet me vete tamam si gjyshja ime ndjes pastë. Janë të mira të flamosa. Doktorët thonë se të bëjnë mirë. Dhe të gjotë të themë. Ka qenë me të vërtet e çuditshme a gjyshja ime. Mirë mbrëma. Ama, kapetan. Pas ke ardhur. Hajde. E pas ke bërë gati, ha? Po ai ka fshi kokën se përqu.
e keqe. More, po në mëngjes ish mirë. Si kalove nga Tirana? Shumë mirë, fare. Qito? Ha? Jo, të shoh shumë të gëzuar sonte. Ke drejt. Kam patur një allë që... Që të them? Po nuk të kam kuptuar. S'do më të nga të më kuptojnë. Kanë arrestuar një shokun tim. Edhe? Kisha besim të kej, qëndroj si burë. Do më thënë tani e I gjetë. Era ajo punë varos për mrekulli. Ata miq të ndej, punojnë me artë. Gëzuar. A I gëzuar? Mirë të erdhe. Kjo zë shbarë. Shi në mes bearis. Arde koj poshtë. Kam shumë frikë për qëtë. Dokra. Iqere mos ke frikë. Detyra jote është mbledhësh informata për mbrojtje. Asgjë tjetër s'të kërkohet. Ti ke një rreth shkëlqyshëm për këtë punë. Veç kësaj, studio dhe ndonjë kandidat. Ti ke plot një orë. Por ke kujdese. Asnjë pa aprovimin tim. Qartë? Atë e di. Por ta lirë Begjet. Mik të kam. Vëlla të kam. Por po të shkoj ndonjëherë në kokë të më urdhrosh për t'u aratisur, këtë s'ta bëj dot. Nuk e bëj dot. Puna nuk do të shkoj deri aty. Po përse nuk e bën? Ti e di kam gruan. Djalin. Kam një rreth I gjerë familjare u venjoll ta marrë dreqë. Pse kështu nuk u venjolla? Më ndryshe është. Vetëm me shpresë të mos zbulojmë. Mos e tremb. Po, për Qazim Belulin për të cilin më ke folur, I humbi të gjitha që kuruar atis. Ka qenë njeri I nderuar. Ai mund punonte shumë mirë këtu. Vërtet je kaq budalla. Ç'pate? Pse më thua kështu? Qazim Beluli nuk është aratisur. Çfarë mos do të më bësh vërtet budalla? Këtë gjë ka vërtetuar edhe qeveria. Veç kësaj edhe fetal... Kjo është gjë më e bukur. Ai ishte bërë pengesë dhe ne qëruam. Shkove poshtër. Në një gurë vram 2 zoq. E hoqim qafe dhe diskredituam përfundimisht figurën e tij. Ka qenë njeri I poshtër. Ti e merr me mend se aratisja e një komunisti gjithmonë bën bujë. Dhe me të vërtet kështu ndodhi. Nuk mund të besoj dot. Ta besosh që ç'ke me të. Ta thash se të kam njeriun tim. Veç apsytë. As varit nuk do të tregosh. Ai gëzuar. Ju lutem edhe një herë. Të më besoni. Kam dashur të vi vetëm si vizitor. Kurse ata. Ky fakt tashmë nuk ka asnjë rëndësi. Siç e shikoni vizitës suaj të turpshme, I erdhi fundi zoti Vasil. Ju nuk duhet të harroni kurrë këtë vepër kriminale. Dhe jo vetëm ju. Përpara të dheut ju jeni me turp. Le të vi.
Firmosti. Dilni. Si urdhëron. Tu një tjeta, koleg. Mirë dita. Kini zëngje? Akoma. Pres të zë peshku në ardë. Thonë se në datën 1, ora 1 të çdo muaj mund ta zësh. E pas kemi rrugën bashkë. Pse? Edhe unë i kam besuar kësaj profecie. Jam viktime vjetër. Skifteri? Po. Rejani? Vendi këtu është i vetmuar, por si do qoftë duhet të marrojmë shpejt. Sa veta keni grupë? 4 me gjithë mua. Sigur ke patur 5. Njerin e arrestuan. Tjetëri shfaqi shenja Afrike dhe azisuan. Kam rekurtuar një të ri. Ç'është ky? Një llogaritar arktar. E ke kontrolluar? Natyrisht. Ruju nga ndonjë provokator. Nuk bëhet shaka me sigurimin. Jam i vjetër. Aq më keq. Pse? Sepse mund të bini viktime vetbesimit të verbër atëherë kur nuk e prisni. Keni të drejtë. Janë të armatosur. Me përjashtim të isajt. Mos përmend emra. As juve? Po ta shoh të domosdoshme i bëj vetë pyetje. Më falni. Mbajini njerëzit nga dishmëri. Së shpejti do të kemi një detyrë. Sollot informacion? Po. Porosit e dërguarit qendrës i zbatuat. E keni fjalën për pakon që vjen nga Qezim Beluli. Unë nuk vin nga planeti Mars. Për pakon që dërgojnë qendra për t'ju shpëtuar juve nga katastrofë. Mendova se nuk do t'i interesonte. Së shpejti do ta çojmë. Nëse ka gjvonë. Nuk duhet gjej njerit posaçëm. Këtë punë duhet ta kishit mbaruar me kohë. Unë nuk i doroj zvarrisjet. Qartë? Si urdhron. Le të ndajmë. Ne vajte me çobanin në vendin ku ai kishte parë skeletin dhe nuk e gjetëm. Prandaj të tjera sonde. Po që ju të? Hyn ti, hyn. Prandaj mos më cito. Logjika ta do që porca more vesh se u gjet një skelet, vajte në vend edhe natyrisht veprove. Po përse pikërisht duhet kem shkollën? Po, në mos ti ke njoftuar një tjetër dhe vajte ai. Mirësh të flasësh. Të flasë. Po shtë flasë. Unë kam kaq kohë që po flasë. Juve më keni shtrydhur. Është akoma shpejt, anko është për këtë i pandeur. Akoma shpejt. Ju nuk më keni dhënë asnjë garanci. Mos doni të nënshkruajmë ndonjë kontratë? Jo. Por ama në fund të fundit. Asnjë garanci, ne nuk bëjmë pazarllëqe. Duket që ke jetuar në batak. Prandaj je detyruar të japësh shpjegime. Por një gjë ta dish mirë. Dënimin nuk e japim ne, por gjykata në emër të popullit.
E ke të qartë? Më falni. Mund t'ju bëj një pyetje? Çfarë? Jo. Më tepër e kisha për veten time. Po si? Desha të di pse nuk jeni interesuar më përpara për skeletin. Je kurioz të dish? Po. Kishim frikë se mos të rëmbe skifteri me korbat e tij. Vizato skicën e vendit të skeletit. Dali Bullëgjiu, në emër të popullit je arrestuar. Shkoza, në emër të popullit je i arrestuar. Vegjetalushi, qohu. Qohu. Çfarë kërkoni nga unë? Do të vish me ne. Kush jeni ju? Çfarë kërkoni? Vegjetalushi. Në emër të popullit je i arrestuar. Shoku qytetar, ju lutem çon. Pse? Duhet asistoni në kontrollin e të arrestuarit. Çfarë thatë? Vishuni, ju lutem. Mos u shpejto, të gjithmonë i treguar i matur. Shkojmë. Në mullirin tuaj u gjet një pushkë gjermane. Ku e keni marrë atë i pandeo? E kisha fshehur që në kohën e luftës.
Përse ju duhe arma krejt e vajisur me 100 ca fishek? Po kot, forca e zakonit. Shqiptari së rondot pa një armë. Pa shqiptarët i mbajnë në pushkët varur, në ballë të shtëpisë. E jo fshehur në probleme. Prandaj, mos u mundoni të dredhoni i pandeo. Ju betohemi që më kam betur që nga lufta. Do këta gabimesh, po tradita... Ja, në të gjepur. Ky nuk është gabim, por është krim. Për cilën traditë ke fjalën ti? Se kur që koha, ju nuk i shkret armët, por i shërbenit besnikrisht okupatorëve dhe paratarëve. Po nuk është e vërtet. Të betohemi që nuk është e vërtet. Unë jam asjanës, si jam përzirë me jeri. Të mos largohemi nga tema. Çdo armë ka një numër, e dini këtë? Surdhër. Dhe armët që lëshojmë në me lej, i regjistrojmë, e dini dhe këtë? Po e di. Pra, këtë armë ka pasur me lej një person. Që person? Qazim Beluli. Flisni. Në Çrethana ka rënë në dorën tuaj kjo armë. Begjeti, a ju më futi në vallë mua. Unë nuk jam përzirë. Jo, Asjanës, kot fare. Kot. Se edhe në lëmimin e Selmanit Asjanës e të libë. Po. Kështë... Si u dhura? Jo, po... Si ndodhe? Ju thash edhe një herë. E tu si kërkonde me këmëngulli. Hiq mos ke vrik. Ashtu e kanë. Ata nuk din asgjë. Si nuk din asgjë? Po si nuk din asgjë? A i më latë kuptoj një se kishte prova. Dalip, nuk bëhet shaka. Mos u frikso, burit e hot. Nesër shkoj u thuaj se atë ditë nuk e ke lajmëruar për asgjë. Shumë mirë do Dalipi. Po sikur të ke ndonjë dokument? Me siguri, do më arrestojnë. Pas këtë janë tua afnjeri jo dërbar. Po të tash njerë. Mos u frikso se asgjë s'ka për të ndodhur. Ke akti Dalip se nuk të thirrën ty në tusi, prandaj më flet kështu. Po më arrestuan, unë nuk do të jem në gjendje ti përballoj. Ta dua më. Sali unë nuk shmëtërim se ditë. Po ditë t'i ndroj. Valizuar. Dalip, mbaruam të mjetë. Selman, po sportove meren që këpa qetën time. Në gjepë që qetë se kam. Pra pa derë se kisha qetën. Thua do të vej i gjallë me tëmë të vetën në shpi. Ku e ke mo? A ma atje i ke. Si thua? Pa atjere. Në mirë s'ka ku të vej. He, i sole? I sole. E rosh. Ullu, ullore një lojë, ullu. Urdo, ndize. Ja dhe gotë në rakisë. Le borlin që më kërkove ta gjeta. S'ke më s'ke, pëseri mërzitur? Ha? Ha më folë, s'ke? Për nder, quan mi si të doni. Ha? Thoni çfarë të doni, por unë mendimin tim do të them. Ha? Ha, falë. Morë mos, ndoshta na i ka ndërsyer Saliu. Mblidhe mende, Selman. Shiko më kuj vetë mende. Edhe mos ki as një dyshim të shokët. Ti bëj si të themi ne. Mere gotën? Mere. Ja gëzuar. A e pranon e akuzën i Pandeu? Ja. Nuk e pranoj. Bise e bazoni atë?
pistoleta, parat edhe boja simpatike. Këto janë kryesisht akamet e një agenti. Nuk po e kuptoj. Para tuaj ishin të një prerje dhe me numër progresiv. Apo edhe këtë nuk e kuptoni. Si keni fituar ato? Me djersën e ballë. Interesant. Po numri progresiv? Nuk më ka interesuar ky fakt. Ju duhet të keni vënë re këtë gjë. Po ju, zoti Skifter, ç'doni këtu? Unë kam ngarkuar gjitha ato detyra në takimin tonë. Përse nuk i keni kryer? Shiko, mendoj të flasi me zemrën dorë. Si thoni? Ju siguroj se nuk ndodheni në ëndër. Fillojmë nga Qazim Beluli. Mos e keni fjalën për atë që është aratisur? Përse duhet përgjigjem unë për jetën ti? Nuk mund t'ju admiroj. Kjo është një mbrojtje dështuar. Shikojeni. Ju nuk mundët t'ja mbyllni të gojën edhe pas vdekjes. Emër bukurosh. Për ku po nxitonje kështu? Me siguri për tek punëtori operativ për të kryer detyrën, no? Zor. Sinqerisht gëzohem që u takuam përsëri shoku Qazim Beluli. Ky është fundi yt. Prandaj po ta fal. Gabohesh. Ky është fundi juaj. Ju këtë nuk po e kuptoni. Aq më keq. Ore, tu nuk jenë ato mbledhjet e tua. Ku na betosh edhe djalin e fal për këtë parti. Mos e zër partin time me atë gojë të qelbër. Të shikojmë se si do qëndrosh. Ka maj forca, mos më qaj allin. Vetëm më vjen keq për një gjë. Që nuk të qërova gjatë luftës, more qenë. Të kam përgatitur një surprizë, shoku Qazim Beluli.
E Gjazim. Heja mene. Kjo është rruga më e arsyeshme. Për te këtij vendi të pret një shpërblim kolosal. Ti e kupton dhe vetë. Atë dhe i vërtet është andej jo këte. Kurën e kurës. Prit, Zano. Po të them për herë të fundit. Kur? Kur? Mendoj mirë Gjazim Beluli. Ke grua. Grua e ime do të krenohet me vdekjen time. Ke fëmijë, more. Ka kush mendon për ta? Ke jetën tënde. Mjaft qatë drasa. Prit, Zano. Shoku ynë Qazim jetoi si komunist edhe vdiq si që ka hije komunistit. Armiqtë e popullit deshën të hidhnin baltë mbi jetën dhe veprën e tij, por nuk mund, sepse populli dhe organet e tij të sigurimit e zbuluan të vërtetën dhe ai sot ndodhet përsëri midis nesh.